Pyetja e parë thotë kështu: Selam aleikum hoxhi nderuar, ka qenë djali pak pa qef edhe shoqja pi mërzijës ka shkuar ka frinte një gruaje e ajo i ka fri me plumb. Ka kohë që i shkon në shtëpi edhe rastësisht e gjeta. A ka mundësi me më tregu mënyrën se si prishet kjo hajmali e çka do të është? Faleminderit. Sa i takon pyetjes, wa aleikum selam, i themi pyetësit, s'para lusim Allahun azza wa jall që të sëmurin tuaj Allahu të shëron e t'ja lehtëson gjendjen. Amin. Kurse sa i takon përgjigjes, themi se pariherë punën e parë që duhet me bo është jo që duhet sa më shmit me bo të ubet e Allahu azza wa jall. Pse keni shku të një Faktikisht gruaja i ka shku, kjo jo. Po, gruaja ka shku të fallxhori e ta lutë Allahun, kjo gruaja, kjo besimtare, që Allahu t'ja falet që ka shku të fallxhori. Se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ka shku të një fallxhor, ose sihirbaz, ka bo kufër për balla asaj e ka mohu atë që është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka përgënjeshtru atë që është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot në hadithin tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men ata kahinan aw arrafan la tuqbalu salatuhu 40 yawma. Kush shkon te një fallxhor, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Fa saddaqahum, falni dhe beson atë. Dhe beson çka thot fallxhori, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Dhe vetë fakti që ka shku kjo besimtare te fallxhorja, apo fallxhorja, apo sihirbazja, Ose ato nuk i thënë sihirbazja, të një gruaje çka këshir. Këto gra çka këshirin fatkeqësisht në shumicën e rasteve janë fallxhore, sihirbaze, janë gra që nuk frynë sipas asaj që i është shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani dhe Suneti i tij. Po në shumicën e rasteve janë në bazë të fallit, pokusheve, thot që nuk kanë shpjegim as shkencore, as mjekësore, as fetar. E që në këtë rast do të me kuptu se te këto fallxhor dhe fallxhore është prej gjunajeve të mëdhaja që mrin deri në kufër me shku. Me ju besu është halo ma keq, halo ma zi, e që 40 dit nuk i bot kabul namazit, edhe nëse pendohet. Kurse sa i takon, se çfarë duhet me bo me atë emali, duhet urgjentisht atë emali me gjet, me marrë dhe me kall, me zhduk, duke qenë me abdes, dhe duke thonë fjalën Bismillah, në emër të Allahut azza wa jall. Dhe me bindje të thellë të fortë, me shkatru, me djeg dhe me zhduk, hata e mali që u a ka dhonë ai fallxhor apo ajo fallxhore. Plumbi këtë thotë. Plumbi, pa. A hoç, këto ndoshta mund të lidh pak. Shumica e burrave nuk, elhamdullah, janë të vetëdijshum, nuk u besojnë këtyre gjëmave, kupton, duke dëgjuar derset ose shumica gra shkojnë nëpër gra, me këshir, me frime, sen edhe më sheft burrit. Sa kanë gjuna këtë rast? Kjo është një gjuna në vetë është. Me shku me lejt burit është një herë gjuna. Me shku më fshet burit është 2 herë ma gjuna. Se kjo është me manipulu dhe të besimin e burit edhe me humb besimin e burit. Që burin të armën du të mendon se gurjave që ka i punën mas shpine. A ti besoja, mos ti besoja. Dhe këto gjeste, në këto raste, edhe lëkundin, harmonin bashkërtore mes burit dhe grus, humbin besimin. E që në shumicën e rasteve kanë efekt negativ të këtë smurit. E që ma vonë, kur ta marrë vesh buri se u bo e vladi ma keq, dhe është bo ma keq si pasoj se gruaja ka shku te një fallxhore dhe ka bo dhe një pokush me atë fallxhore, dhe pastaj është keqsu gjendja e vladit, lene se ka shku më psheft, po lene që djali apo e vladi apo bia pa më parasysh është bo keqe ma keq, zi e ma zi. Atë këtu ka sher, ka do të thotë shkatrim dhe rënim të besimit dhe harmonisë familjare, që zguzim na me lëkuntat themel familjar që i kemi. Dhe prej praktikës, gjithë që kanë shku të fallxhort, të sihirbaz, veç ma keqe, mazi u është bo atyre.
Edhe nëse shikim të parë, jo është largoj e keqa dikujt, jo është këthi e keqa shumë kujt dhe ai sëmuri përsëri ka mbeti sëmur, po disi me një smundje të kamuflume, do thotë, me një smundje që edhe s'kan mujt mirë me vërejt. Por një rukje me shku, një rukje gjitua, bën dalin mejdan gjithat zezat aty. Dhe del mejdan se hala ai sëmuri për të cilin ka shku të fallxhori, hala është i sëmur realisht. Por ja që do të fallxhorin me bashkëpunimin me egjint, me sehiret që i ka bo, ka arrit vetëm do të kamuflon apo të maskonat sëmundje dhe atë të sëmur. Po a thëmë këte që me pas një send të qartë, me shku të fallxhori, i sëmuri nuk shërot, se shërimin e qonë Allah Azogel, jo fallxhori. E para, e dyta, se i sëmuri vetëm më shumë sëmurët, e treta, edhe ai që ka shku taj e ka reziku të thotë fejnë e vetë, imanin e vetë, besimin e vetë. Vaj dhe mjerë për një gru që shkon të një fallxhore. Ajo imanin e vetë e ka djekë. Që i bjen shkon xhenem, shkon xhenem, e ka up xhenetin, e ka prish fejnë e vetë, dinin e vetë, ka mbet pa din, pa iman me shku të fallxhore. Zot na ruaj dikujt me amor Allahu shpirtin duke qenë të fallxhore, në çat hall. Vdes pa iman, pa din vdes. Ai që dol ndoshta do pendohet. Po me amor shpirtin Allahu çati. Pa din e pa iman. Po me dëmtu dikan musmu dikush ma tepër. Si ka me dal para Allahut ajo besimtare, që është bëse sebeb që dikush të smut ma tepër. Sa ato fallxhorët vetë shërbojnë, ato për pare kanë shi dinin, imanin, gjithë sent. Andaj edhe nuk lejohet që atyre me u besu dhe nga ato me kërku derman. Asesi, ilaç kërkohet prej Allahut te bareke ve teala. E njeriu mund të jetë vetëm sebeb. E Zoti e falt këtë besimtare, dhe Zoti e shëroft atë të sëmur, sa më shpejt ta shkatren dhe ta zhdukin atë i mali, dhe sa më shpejt të bëjnë tobe tek Allahu Azza wa Jall, për këtë mëkat gjunat që e kanë pas, nëse i smuri vazhdon të mos e ndjeje mirë veten, le të kërkojnë sa më shpejt rukjegji në zonën dhe vendin ku jetojnë.